Të janë të elementare, prej beturinave të rrugëve deri te administratat atje. Çmimet po rriten, rrogat jetë njëjta. Cila parti po ka mërmenja që e ka potencialin ma shumë me kandidat ma të mirë për deputet? Si ku këshyrë, valla, nuk e di. Po duke marrë parasysh cila parti po ka mërmenja që duhet me fitu në Kosovë? Që ata që ta vetoj publi, që e fiton. Po për ju vetë cila ka potencial ma shumë? Unë e kom qef po fitu LDK-ja, po... LDK-ja? Pse keni qef me fitu LDK-ja? A keni këshu listën? Prej fillimit. A keni këshu listën e LDK-s? Jo, se kom po ande. Po listën e kalume, qysh ka qenë me deputet? A kanë qenë? Po ata që ti ka caktu këta vetë. Po juve ju kanë ndokë që kanë potencial për me udhëheq vendin deputet? Jo, legislaturat të gjithë janë adopt asë atët për parshvet. Kandidatë, po, janë adopt. Mendimi jam është ky. Po partia tashmë që po fillojnë zgjedhjet 28 dhjetor që janë zgjedhjet në Kosovë, çka duhet me ndryshu në Kosovë kryeministri i ardhshëm? Shumë sene duhet me ndryshu, ata në mushin me formu qeverin, pika e porë është me formu qeverin. Pika e dytë është për mujt ato çka janë vetë ligjet pa kryeme për me i krye, për me i hek sanksionet, për me bashkëpunime. Po si qytetar, çka ju pengon mas shumë të në Kosovë? Me çka ballafaqoheni ma shumë Kosovë? Po problemet e përditshme. Të janë të elementare, prej beturinave të rrugëve deri te administratat atje. Sa i përket çmimeve në Kosovë? Çmimet po rriten, rrogat jetë njëjta. A kish me qenë edhe kjo një ndër apelet prej qytetarëve ndoshta? Po është kërkesë, po çmimit është po shku sa me rrit çmimet pas të rritjes produkteve ekonomike, po tash nuk po e bojnë ato.